Një video e shpërndar së fundmi në rrjetet sociale nga bashkëshortja e Mirit ka bërë xhiron e internetit, duke ngjallur interes dhe komente të shumta. Në një video të postuar nga ajo në rrjetin social TikTok, ajo shfaqet duke renditur banorët e BVAS sipas preferencave të saj personale. Në këtë klasifikim, Selin renditet e treta, ndërsa vendi i parë i takon, pa asnjë dilemë, bashkëshortit të saj. Normalisht që Miri është i pari, është burri im, është numri 1, dëgjohet të thot ajo, duke e shprehur hapur mbështetjen për të. Pozicioni i dytë i është dhënë Stelinës, për të cilën ajo shpreh simpati për lojën dhe qëndrimin e saj në shtëpi. Kjo video është interpretuar nga ndjekësit si një reagim i drejtë për drejtë, por edhe si një sinjal i qartë për publikun, në një periudhë kur Miri po komentohet gjerësisht për raportin e tij me Selin. Ajo që vihet re, po ashtu është edhe shqipja e pastër që bashkëshortja gjermane e Mirit flet. E pra, me sa duket nuk e ka as pak të vështirë të kuptojë se çfarë po ndodhet, çfarë po flitet brenda shtëpisë. Tashi, do bëjmë një herë ranking. Stenaldo e vëjmë në vendi 5, se është shumë mesme. Selin të treshi. Jo, mali se kam qefarë. Angelo të 4. Ina të 7. Kesi të 8. Stelina të 2, të përshëndes Stelina. Miri normalisht se është burri im, është nishi, futemi të nishi. Greta 9. Edhe Lorna 6. Ja, ku e keni rankingun tim? Kalofshi mirë. Edhe gjithë suksese për burrin tim, Miri, West Side Family.